Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit politike me zotin Erben Meçën, njohës mjaft i mirë i çështjeve të politikës dhe aktualitetit. Zoti Meçë, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Kemi një raport të fundit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, ku mes të tjerash ka edhe shumë gjëra që rekomandohen për të përmirësuar, por tek opozitarët ka shpresë se mundet të realizohet ai që kërkon zoti Berisha, përsëritja e zgjedhjeve, i cili është edhe duke lobuar në fakt në jashtë vendit pranë Parlamentin Evropian. Ju si keni parë gjithë këtë? A ka vend për të shqetësuar apo është një raport si gjithë të tjerët që ishin mirë, po ka nevojë për përmirësim? Jo, raporti është korrekt. Do të thënë që është korrekt edhe pasqyron një situatë reale që ka Shqipëria. Natyrisht nuk është raport i cili nxjerr situatën dhe prodhon argumente dhe domosdoshmëri për zgjedhjet parakoshme. Ashtu nuk diskutohet fare kjo. Do të thënë në thelb të raportit qëndron prezenca e konkurrueshmërisë së palë. Pra, që në moment e parë thotë që është një ambient ku zgjedhjet të kryen në kushtet e konkurrueshmërisë, qoftë grupeve politike, qoftë edhe të individëve, të cilët në lirshmërinë e tyre kryen aktivitetin dhe kontaktin me votuesët e vet. Pra pavarësisht pozitive. Kjo është pozitive. Pjesën tjetër ka këtë polarizimin e politikës. Është një fakt që ne e dimë jashtë mirë, polarizimi politike shqiptare është fenomen tipik ballkanik i politikës shqiptare, por që ka një specifik të veçantë në Shqipëri, faktori i cili është absolutisht një nga gjeneruesit e polarizimit në Shqipëri është Sali Berisha. Do ta themi një gjë të tillë. Fakt është që në propagandë, në agitacion, në artikulim, në retorikë nga Partia Socialiste nuk kemi element të ekstremizimit, përkundrazi. Përpos atij posterit që nxori Rama ku fliste për buf, që është skem e figurative e propagandës, e agitacionit të kryer në këtë periudhë zgjedhore, absolutisht nuk u mor njeri me teza polarizuese. Edhe vetë bufin Berisha e mori për kompliment. Gjithsesi deri këtu vjen, ndërsa në qoftë të shohësh artikulimin e Berishës është absolutisht ekstremist, është në kulm ekstremist, me nota të theksura polariteti që i dha ngjyrë polariteti të gjithë procesit. Pjesë tjetër që është qetësuese dhe kjo që është shqetësim permanent është angazhimi i administratës në zgjedhje. Ky angazhim i administratës në zgjedhje është shumë i zbutur kësaj radhe referuar qëndrimet që janë mbajtur historikisht përpara. Një gjë është e vërtetë në të gjithë të proces dhe në ankimimet që bën Partia Demokratike dhe udhëheqës Sali Berisha, ai flet në retorik për grupe droge, për grupe kriminale, për përdorim të administratës, por deri më sot nuk ka absolutisht asnjë provë të nxjerrë mbi prezencën e tyre. Dhe ato që ai quhen prova, në fakt nuk janë jo vetëm prova binse, po janë të krijuara në funksion të argumentit, por jo ato të prodhojnë argument. Ndërkohë, ka një të vërtetë që në kulturën e përgjithshme që ka administrata shqiptare historike, e cila ka erdhur që në vitet 90 dhe është filluar, pastaj ka rënë një ngritje, angazhimi politik i administratës duket normalitet në sjelljen e administratës sonë. Natyrisht, administrata jonë është politike. Nuk është sekret që ne themi që administrata jonë nuk është politike. Sepse logjika 30 vjeçare e fitores së zgjedhjeve në Shqipëri ka qenë punësimi pas zgjedhjeve. Dhe angazhimi përgjithsisht është me të marrë zgjedhjet i ke të gjithë militantët të derë partisë për të punësuar. Dhe ne tashmë nuk është se po e shohim në këtë moment, nuk e shohim sepse në të drejtën pas 12 vjetësh administrata vetëm çdo lëvizje brenda patronazhizmit, sepse është mbushur me patronazhist. Por edhe përpara kur e kishte Partia Demokratike dhe LSI-ja, mund të jap faktin që LSI-ja dhe Partia Demokratike në 2009 kur bën koalicion
e zyrtarizuan këtë proces. Pra zyrtarizuan që 20% e administratës publike do të jetë me ata klesistë. Dhe këtu fillon një kapërcim në mendësi dhe në praktikë i politizimit të administratës dhe e kthimit të administratës shtetërore si një fole militantësh. Dhe nga kjo kohë, Shqipëria nuk e ka marrë më veten, sepse vazhdon inercia e zvendësimit të këtij procesi, i cili erdhi shumë dhunshëm me 24 mijë në vitet 91-92, vazhdoi me ndryshimet politike dhe u konsolidua pra u bë institucion ligjor marrëveshja midis PD-s dhe PS-s për të marrë 20% fizike të administratës. Kështu që deklarimi në këtë dokument i politizimit të administratës publike dhe angazhimit të saj ka të vërteta, të cilat përsëri nuk janë të përmasës që duhet të sjellin ose që kanë deformuar rezultatin e zgjedhjeve. Duhet të thënë, dhe kjo është bindja ime, që këto zgjedhje për të vërtetës kanë qenë nga zgjedhjet më të qeta të zhvilluara ndonjëherë në Shqipëri. Ka qenë të zgjedhje të qeta në të gjitha planet për post-politizimit deklarativ dhe retorik që shpeshherë Berisha i jepte karakter për zgjedhjeve. Nëse ne do të heqim retorikën e Berishës pra nga mendja dhe të futemi në gjithë procesin zgjedhor, do shohim që këto janë zgjedhjet më të qeta të organizuara deri më sot. Nuk ka prezent të grupeve kriminale dhe duhet thënë përsëri dhe duhet theksuar që grupet kriminale kanë kohë që tashmë janë para bankës drejtësisë. Dhe dy grupet kriminale të cilat artikuloheshin deklarimet tona për prezencë dhe ato praktikisht tashmë janë para drejtësisë. Qoftë ai Elbasanit me Çelën, qoftë edhe ky i Durrësit me Tropinit. Këta ishin pak a shumë mbetjet e grupeve kriminale. Të gjithë të tjerët ishin të izoluar, çka do thotë prezenca e tyre në terren e artikuluar tani është reminiscenca e kaluarës dhe nuk është absolutisht të tince. Kështu që mund të themi që në planin e zgjedhjeve Parlamenti Evropian, pra Komisioni i Politikës së Jashtme i Parlamentit Evropian, me një votim 51 antar pro dhe 11 kundër ca abstenime, vërteton që përfundimisht në mbështetje dhe të rezolutës paraprake, pra të raportit paraprak të OSBE-ut, Evropa përfundimisht i ka njojtë këto zgjedhje dhe i certifikon këto zgjedhje duke goditur atë tezë e cila tashmë po e çorienton Partinë Demokratike në fund, në kuadër të mbajtjes të frenave të Partisë Demokratike, tezën ndërtuar nga Berisha që është teza e farsës. Edhe njerë zyrtarisht, kemi raportin OSBE-ODIHR që e thaktë të vërtet, por nuk u pranua nga Sali Berisha, e thaktë Departamenti i Shtetit dhe u shpreh shumë qartë Departamenti i Shtetit që i njeh procesin e zgjedhjeve dhe falenderon popullin shqiptar, tashmë zyrtarisht po e jep edhe Komisioni i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto certifikojnë këto zgjedhje me problematike që kanë dhe udhëzime të mëtejshme, dhe kemi parasysh që ky raport ka për disa probleme që janë vërtet serioze në Shqipëri. Problemi i parë është problemi me mediat. Pra, në terrenin shqiptar operojnë media në eter dhe kanë parasysh në rrjetet sociale, të cilat kanë pyetje të mëdha në mënyrën e financimit dhe orientimit të tyre, sepse në raport në disa pika përmendet posaçërisht prezenca dhe ndryrja ruse në politikën shqiptare. Dhe prezenca dhe politika ruse në politikën shqiptare është jo vetëm në ndikim në procesit të zgjedhjeve, por në mënyrë posaçme në minimin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zoti Meçe, jepni dot një rast te kjo për ta bërë më thjesht për publikun, si mundet ose si ka ndërhyrë ose si mundet ndërhyjë te kjo pjesë, pra depërtimi i influencës ruse. Ju jap një filozofi për të kuptuar si ndërtohet një frymë anti. Shqipëria ka qenë dhe është vendi ndoshta i vetmi në botë, po në Evropë e sigurt,
që është pro-amerikane. Dhe angazhimi i amerikanëve në politikën shqiptare, në jetën shqiptare, ka qenë i tillë ku ishte vështirë në Shqipëri të gjejë flukse të organizuara, të cilët të demonstronin edhe në mënyrë mediatike, edhe në artikulimin e tyre, por edhe në Facebook, në këto rrjete sociale, kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në momentin kur u shpall Nograda Berisha dhe filloi veprimi reaktiv Berishës dhe në mënyrë posaçme me tezën e luftës kundër Sorosit, në Shqipëri, në media shqiptare filluan të transmetohen dhe të evidentohen faqe të tëra, të cilët filluan të godisnin politikën amerikane. Dhe këto flukse u bën kaq agresive sa arritën në perceptim të qytetarëve të Republikës Shqipërisë, qofshin habilitant, qofshin të zakonshëm, të perceptojë shteti amerikan, ja ai shtet që ne kishim 30 vjet që kishim perceptuar, por një shtet tjetër ku në themel të organizimit të atij shtetit ishte paraja. Me para ti mund të blije të drejtën, me para ti mund të blije lirinë, sepse shteti amerikan në infrastrukturën e lartë ti nuk ishte gjë tjetër veçse një strukturë gjëtvëndse, që mirë të pushtetin për të vjelur pastaj me mekanizma ku u bë evidente edhe 6 milionë që i paguan nga Partia Demokratike, u bë e paqartë, megjithatë u pranua që kemi një kontratë lobimi me Lasilitan, por ajo, edhe pse ka kaluar kaq kohë, ndërkohë kur ligji e detyronte, nuk është bërë publike, pra me fjalë nëpërmjet këtij mekanizmi, strukturat e posaçme, të cilat ishin instaluar pranë Partisë Demokratike nëpërmjet retorikës të tyre mediatike, politike, prodhuan një imazh mbi Shtetin e Bashkuar të Amerikës që dëmtoi absolutisht perceptimin qytetar të popullit shqiptar, të individëve shqiptar, të qytetarit shqiptar edhe ndaj Amerikës. Pikërisht këtu është ai mekanizëm i cili implementohet edhe në Shqipëri. Kemi raportin tjetër që ose doni, që është marrëveshja midis Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët. Marrëveshja midis Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët është një kontribut që shteti shqiptar i jep për zgjidhur një problem i cili nuk është thjesht problem italian, por është problem absolutisht i Bashkimit Evropian. Këtë problem ka Gjermania, këtë problem ka Anglia, këtë problem kanë edhe Franca, dhe çfarë ndodh? Këto vende, para këtij problemi, janë bërë tabelqitje dhe janë bërë vaska ku ka filluar të zhvillohet fryma e ekstremit djathtë. Dhe ekstremi djathtë në këto vende ka filluar të gjenerojë opinione që mund të marrin të drejtimin e qeverisë ose destabilizojnë qeverinë. Dje ju më mësuat një informacion që Holanda u destabilizua politikisht falë kësaj. Dhe në logjikën tani vjen te logjika rusëve. Natyrisht logjika e rusëve funksionon që të prodhojë një habitat të caktuar frym anti. Dhe ku vite fryma anti tashmë në Shqipëri? Nuk po them në Hollandë, ku rrjedhimi i fuqizimit të ekstremizmit të djathtë u destabilizu Holanda, po vjen tani në Shqipëri. U bën një takim që ishte një takim ku gati gjithë funksionarët më të lartë politik në Evropë u bashkuan në Tiranë, që ishte komiteti politik i Evropës. Dhe nëse tani do hapesh në këtë periudhë retorikën e përdorur edhe nga Partia Demokratike, krahas edhe rrjeteve sociale, flitej që Gjermani po mbështeste dhe anglezi po mbështesnin Ramën, dhe kjo u shpreh në mënyrë taksative dhe nga Berisha, nëse ta keni qartë, sepse këta kishin interesa materiale në Shqipëri. Sepse atyre ju duhej që Rama të firmoste marrëveshjen e emigrantëve dhe për këtë arsye ata mbështesnin Ramën. Kjo tezë e tillë prodhon përsëri një perceptim anti-evropian, sepse
qytetari shqiptar nëpërmes kësaj teze kupton që Shqipëria në këto marrëdhënie që deformojnë realitetin politik në Shqipëri, sepse Anglia dhe Gjermania po mbështesin një farsë sipas Sali Berishës, vetëm për plotësimin e interesave të tyre kolonialiste në një moment, por pa u futur në kolonializëm, por për të zgjidhur hallin e vet i drejtoqës Shqipërisë, duke qenë që Rama ja ofronte këtë shërbim, ata mbështesin Ramën. Pra, përfundimisht, kancelari gjerman mbështeste farsën në Shqipëri, mbështeste shkeljen e ligjit në Shqipëri, mbështeste manipulimin në Shqipëri, vetëm që Rama ti jepte mundësinë që emigrantët nga Gjermania, ashtu si i solli Italia të silte edhe Gjermania. Kjo tezë prodhonte brenda militantëve të Partisë Demokratike një frymë absolutisht anti-gjermane, që do thotë anti-evropiane. Kur kjo frymë kalonte tek Meloni në Itali, kur kjo frymë kalonte tek kryeministri i Anglisë, automatikisht gjithë ky kontingjent militant i Partisë Demokratike mbarsej në vetvete me tezën dhe me frymën anti-evropiane. Kështu që në një gjë kaq të thjeshtë, thash dy raste për të kuptuar që në një gjë kaq të thjeshtë, e cila në moment të parë duket sikur motivon retorikën, në përpavi të saj prodhohen në faktor të tillë ku në një vend të lindin fryma anti-evropiane, në një vend tjetër fillon perceptimi anti-amerikan, sepse të gjithë këto struktura e shohin Shqipërinë si një faktor i cili në instalimin e diktaturës brenda vetvetes mbështetej nga këto shtete, të cilat tek Shqipëria nuk shihin absolutisht demokracinë për të cilën Sali Berisha dhe Partia Demokratike po luftonte dhe po sakrifikonte në Shqipëri, po shihin thjesht interesa të ngushta. Pra, kaq thjesht është që të mbjellësh një frymë anti-gjermane, anti-angleze, anti-evropiane, anti-amerikane në Shqipëri, në mbrojtje të interesave kaq meskine të një grupimi politik. Në një moment parë duket se kemi të bëjmë me luftë politike, por kur analizojmë këtë proces, jo vetëm si faktor shqiptar, por edhe si faktor të tjerë, të cilët ne i mbledhim nga lufta ose nga ndërhyrja amerikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sjellje, nga ndërhyrja amerikane në Gjermani, nga ndërhyrja ruse në Gjermani, nga ndërhyrja ruse në Angli, nga ndërhyrja ruse në Francë. Mos harrojmë që në këto vende është ngritur me të madhe kjo tezë mbi ndërhyrjen ruse. Një faktor tjetër që përsëri ka të bëjë me ndërhyrjen ruse është rrjete të tëra ose faqe të tëra të prodhuara si faqe interneti, të cilat prodhojnë fake news. Dhe fake news në vetvete nuk është gjë tjetër veç se interpretimi gjysmë i vërtet i një të vërtete. Kur një e vërtet transmetohet në gjysmë të vërtet, prodhon frymë. Dhe fryma vjen në antitezë me një realitet i cili duhet përcaktohet ashtu siç është. Kur ai bëhet objekt i disa goditjeve në shumë drejtime, automatikisht prodhohet një perceptim i gabuar populist mbi një fenomen. Dhe në këtë rast, përsëri kemi një ndryrë ruse. Dhe që të marrë unë si rast, nëse një ministër, i cili mund të jetë ministër i suksesshëm, po minimalisht është një pa implikuar, bëhet objekt i disa faqeve, të cilat mbi një strategji të ndërtuara nga një zyrë, por goditet nga drejtive të ndryshme, automatikisht kjo figurë është neutralizuar në politikë, sepse gjithë të burimet të cilat godas një pikë prodhojnë të qytetari një perceptim të besueshëm pastaj. Sepse nëse e godet një person, thonë ky ka me inat fjalën në perceptimin tonë. Nëse e godet një tjetër, thotë ky ka konflikt interesi me këtë, prandaj godet. Por kur një individ politikan, kushdo qoftë, ose ministër, ose politikan se e godasin shumë burime, atëherë të gjithë të burime
nuk janë më në perceptimin e konfliktit interesave, po janë në perceptimin e një realiteti i cili bëhet evident nëpërmjet këtyre burimeve. Në fakt të gjithë këto burime janë një zyrë. Dhe ky fenomen është bërë absolutisht evident në Shqipëri. Goditja kibernetike është një nga pikat që raporti e ka në mënyrë posaçme. E thot goditja kibernetike dhe këtë goditje kibernetike e lidh absolutisht me ndryrën ruse. Dhe kjo lloj filozofie është pjesë e një strategjie të ndërtuar mjaft mirë në një institucion tashmë legal në Rusi, por që është absolutisht aktiv jo vetëm në Shqipëri. Ky institucion me të njëjtat mekanizme operon mbi këtë mekanizëm që sapo thash në disa elemente, operon edhe në Gjermani, operon edhe në Francë, operon edhe në Angli. Natyrisht këto shtete kanë ndërtu mekanizma të përballimit të këtij agresiviteti. Shqipëria është paksa mbrapa. Mund t'ju jap një rast që është shumë interesant, që ne e kaluam, pati një ta shkëlqytën ndryrje në Spak. Pati një tjetër, një ndryrje në AKQ. Kjo AKQ ishte më e tmerrshme, sepse presaja arritën të merrte informacion mbi rroga, arritën të merrte informacion mbi adresa, arritën të informacion mbi individ dhe mbi lidhjet biznesi individësh. Të gjitha këto informacione të bëra publike prodhojnë një situatë konflikt social. Të pasigurt në një ambient social, në një ambient politik. Dhe përdorimi këtyre për politik është pjesë e qëllimit të goditjes kibernetike që ka. Është evidentuar tashmë që kjo ndryrje ju bashkangjit ndryrjeve iraniane. Do të thonë që ishin iranianët që ndryjnë. Por të kuptojmë një gjë, që Alianca, Irak, pra boshit keqes, Kinë, Rusi, Iran, tashmë janë tre struktura, në mënyrë posaçme lidhja Iran-Rusi është shumë e konsoliduar, të cilat mbi këto mekanizma, pra mbi këto faqe interneti, të cilat janë pa pronar, janë pa identitet, por që në hapësirën mediatike janë absolutisht prezente, të gjitha këto sjellin situata të cilat praktikisht e destabilizojnë dhe prodhojnë insinuata jo miqësore në një ambient social. Do të kemi parasysh një gjë që kur NATO, shiheni tani me kujdes, dha direktivën që në të gjitha shtetet të ndërtohen struktura të luftës së mbrojtjes kibernetike, që në vetvete lidheshin dhe me bllokimin e disa ose mirë se jo bllokimin, por institucionalizimin, zbardhjen e faqeve të internetit. Çdo të thotë zbardhje? Zbardhje do thotë zotëri. Faqen A.XX e ka filan person, dhe ky filan person e mban këtë faqe me këto burime të ardhurash. Nga ky moment, të gjitha këto faqet, të cilat nuk kishin origjinë, prodhuan një fluks të madh goditje ndaj kësaj lëvizje. Natyrisht, kjo kërkesë që bëhet nga NATO, dhe që bëhet nga departamenti posaçëm i ndërtuar tashmë në NATO, që ka të bëjë me luftën kibernetike, si një nga formatet e luftës tashmë jo më të luftës totë, është luftë ndezur tashmë. Do të thonë gjithandaj flitet për luftë tretëbotërore. Jemi në kushtet e një debati dhe një konflikti të qartë tani në Rusi, NATO në Ukrainë. Dhe në këtë kuadër, këto institucione që ishin institucione të cilat pa burim, pa identitet, prodhuan fluks e opinionesh në Shqipëri, që në Shqipëri diktatura po mbyllte fjalën e lirë, po godiste fjalën e lirë. Dhe me termin e goditjes së fjalës lirë, shteti ballafaqohet me mungesën e demokracisë në një vend. Dhe këto
flukse me burim një zyrë, por me flukse që vinë nga shumë koridore në Shqipëri që ishin faqe interneti pa identitet, prodhuan edhe këtë frym që diskutojmë ne, që diktatura arabiste po jepte goditje media shqiptare, po jepte goditje fjalës së lirë. Në një perceptiv duket sikur ishte e tillë, por në fakt mbrojtja dhe siguria e këtij vendi në kuadër të acarimit dhe të avancimit të luftës kibernetike përbën dhe në Shqipëri domosdoshmëri zbardhjen e burimeve të informacionit dhe zbardhjen e të gjitha rrjeteve të cilat, duke shfrytëzuar hapësirën dhe lirinë mediatike, janë rrjete të cilat janë në infiltrim i shërbimeve ruse, i shërbimeve iraniane, i shërbimeve kineze në Shqipëri, me pasojë natyrisht influencimin e opinionit publik dhe me pasojë pastaj të tjera që janë derivate të devijimit të opinionit publik dhe perceptimit publik. Zoti Meçe, kam edhe diçka të fundit, ju lutem, në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si mendoni se do t'i qaset mandati 4, pra Rama Shëbas, por edhe ajo që presim andej? Çfarë kemi marrë deri tani? Mesazhet nga ambasada, e cila duket neutrale në Tiranë si e tërhequr, por ka edhe nga ata që thonë që kryeministri po lobon për një takim Shtetet e Bashkuara, në mos me sekretarin me Trumpin, me sekretarin Rubio. Ndoshta pika më afërt mund të jetë edhe samiti në Hag i NATO-s në 23-24 qershor, por në tërësi pra çfarë duhet pres Rama, çfarë duhet pres Berisha, se edhe krau tjetër është bërë lobimi. Ju folët për shumën e pa deklaruar për Lacivitën, por është edhe pjesa tjetër 6 milion, pjesa e Luanit në Shtetet e Bashkuara që ndoshta mund të jap efektin e vet. Pra në tërësi të dyja palët. Është një temë shumë interesante kjo mbi qendrimin amerikan. Ka një vërtet që merrën e Trumpit u prodhua një memorandum, ta them, i cili bllokoi për 90 ditë gati gjithë angazhimet e institucioneve të politikës së jashtme dhe të aktivitetit në politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në kuadër ne u ballafaquam me një bllokim të shumë institucioneve në Shqipëri. Njëra prej tyre ishte ambasada amerikane. Dhe krahas ambasadës amerikane kemi një fshirje gati totale të programet të USAID-it, nëpërmjet mënyrës se si funksionojnë ato, por kohët e fundit të gjithë kanë filluar po në pjesën ndërmuese po reaktivizohen. Reaktivizimi i parë ishte nëpërmjet atyre institucioneve mbështetëse të SPAK-ut, që kishin të bënë me elemente të sigurisë shqiptare, por edhe asaja botërore. Pra me fjalë, kemi institucionet e partit, kemi këtë individet ose personat e tusit e FBI, qytetarët e FBI, të cilët u aktivizuan dhe janë prezent aktualisht sot në Shqipëri, si përpara dhe tashmë. Kur vjen puna te ambasada, ne po shohim që ambasada akoma nuk është futur në binarët e misionit të vet në Shqipëri. Dhe në këtë kuadër, gjatë gjithë procesit zgjedhor, ne pam një ambasadë e cila ndjenjë në heshtje. Dhe në heshtje nuk do të thotë që është inaktive, por e pa autorizuar për të deklaruar mbi zhvillimet në Shqipëri. Para pak kohës, ne patim një deklaratë e cila ishte e ftohtë, por ishte e qartë. Një deklaratë e cila praktikisht i njihte zgjedhjet në Shqipëri dhe godiste dukshëm tezën e Berishës se në Shqipëri nuk kishte zgjedhje, por kishte farsë. Për mua kaq është e mjaftueshme në kuptimin politik që mund të shoh një angazhim të Departamentit të Shtetit në zgjedhjet në Shqipëri. I njëjtën zgjedhjet. Kur vjen puna tek Berisha, kemi probleme të një natyre të cilat janë tashmë personale. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kontribuonin në politikën e re trumpiane për Berishën, këtë gjë do ta bënin në këtë 3 muaj para zgjedhjeve. Sepse vetëm në këtë periudhë ata mundet të prodhonin artifica për të mbështetur Berishën në kuadër të lobimit. Po e pranojnë lobimin. Fakti që këta nuk arritën të
prodhonin absolutisht asnjë deklarat në mbështetje të Berishës, edhe pse e paguar një sasi jo e vogël, lidhet me shumë faktorë. Së pari faktori numër 1 është që Berishës nuk i ishte hequr nuk është shpall non grata sepse donte ministri i jashtëm ose sekretari i shtetit si themi ne. Sepse është një dosje e cila është e mbushur me prova dhe fakte nga organet e sigurisë amerikane mbi aktivitetin anti-amerikan të Sali Berishës. Dhe këtë du ta themi. Dhe në qoftë se çështja vjen me një firmosje nga ministri aktual i jashtëm ose sekretari aktual i jashtëm, çështja është që ky ministër përpara se të vendos firmën duhet i paraqiten këto organe që kanë kërkuar dhe që kanë paraqitur Departamentin i Shtetit dhe Rrezikshmëri ndaj demokracisë dhe korrupsion të lartë Sali Berishës, të sjellin dokumente të tjera që të vërtetojnë që provat që ta kanë prodhuar, dosje që ta kanë prodhuar, ishte një dosje politike. E nëse ata nuk e bëjnë gjë të tillë, sekretari i shtetit nuk mund të firmos sepse menjëherë ballafaqohet përpara ligjit mbi përdorimin korruptiv të pushtetit. Se firmosja nuk është vetëm firmë, por është një protokoll i tërë që vjen pas. Dhe duke qenë që për 3 muaj lobusit e Berishës nuk arritën dot të shpinin tek sekretari i shtetit një dosje e cila vërtetonte që prodhimi i dosjes nga departamenti i Bidenit ishte politike, do të thotë që është e pamundur të vërtetohet që non grata e Berishës është politike. Non grata e Berishës është produkt i dosjeve të prodhuara nga FBI, për prodhuar nga DEA, për prodhuar nga NSA-ja, për prodhuar nga CIA, pra këto janë organet e sigurisë të cilat pasi bëjnë dosjen, ja shpihen dhe e firmosin ministri. Ministri thjesht certifikon dosjen nëpërmjet firmës së vet dhe është autoriteti që certifikon, por nuk është ai i cili e shpall ti do jesh non grata ose ti do jesh pro grata. Dhe në këtë kuadër tashmë kapitulli amerikan i Sali Berishës në gjykimin tim quhet absolutisht mbyllur. Ndërkohë do të themi institucionet të mandatuara për të certifikuar zgjedhjet në një vend, me një vend, nuk janë në Amerikë. Gjithë deklaratat e bëra deri më sot nga shteti amerikan ka qenë mbështetje ose jo i rezultateve i raporteve të OSBE-ODIHR-it. Sepse organet të cilat janë të njohura ligjërisht, profesionalisht, për certifikuar zgjedhjet në një vend në territorin e Shteteve të Bashkuara të Evropës, pra në Bashkimin Evropian, janë një dhe të vetme, OSBE-ODIHR. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ODIHR kanë prezencë dhe në OSBE kanë prezencë. Dhe ai është raporti bazë. Kur del qëndrimi i Departamentit të Shtetit përgjithsisht është konfirmim i raportit të nxjerrë nga OSBE-ODIHR. Kështu që mos prisni që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shkelen për hir Berishës procedura, protokolle dhe të shpallen këto marrëmendje të cilat janë prodhuar në mendjen e dikujt në Republikën e Shqipërisë dhe i injektohet gjithë militantëve që prisnin çdo të ndodhë. Deri dje prisni deklarim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur ky deklarim erdhi i qartë, u thanë pritni çikse, nuk kishte për Ramën. Atëherë vërtet nuk kishte deklarim për Ramën, dhe është vërtet nuk ishte për Ramën, sepse për Ramën deklarimi zyrtar i një shteti serioz bëhet kur ai të ketë marrë mandatin e certifikuar nga organi që certifikon, që quhet KQZ. Deri tani Rama është fitues moral, por akoma fitues ligjor, ndërsa zgjedhjet të cilat u faleneruan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë akt ligjor tashmë kryer. Çka do thotë zgjedhjet janë njohur, pritet procesi ligjor i ka një gjë që duhet ta themi. Në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës certifikojnë fituesin sot në këtë moment që flasim, çfarë vlen kanë ankimimet ligjore të Partisë Demokratike pranë gjykatave të sistemit drejtësisë, në rastin tonë pranë Kasit, çfarë vlen kanë? E vuri vulën Amerika.
Dhe Amerika në këtë rast është shumë e kujdesshme në seriozitetin me të cilin e trajton çështjen. Po, certifikon zgjedhjet, dhe ato janë brenda standardeve që pranohen si zgjedhje, nuk janë në standardet evropiane dhe këtu do ta themi, ka akoma probleme, por nuk janë probleme të cilat e deformojnë rezultatin e zgjedhjeve. Dhe mëtej i le hapësirë kohore procesit ankimus për të mbyllur përfundimisht procesin ligjor të zgjedhjeve. Ditën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall rezultatin e zgjedhjeve të certifikuar për ti, nga ky moment të gjithë këta që sot kanë falendëruar Ramën për fitoren dhe që është një urim moral jo ligjor, të gjithë ta duhet të ripërsërisin absolutisht urimet e tyre por tashmë zyrtare. Pra do të vinë në emër të presidentit zyrtarisht, të kancelarit zyrtarisht, të kryeministit anglez zyrtarisht dhe të departamentit të shtetit për presidentit të shtetit amerikan zyrtarisht. Në këtë rast, le të presim dhe kjo gjë do të ndodhë. Shiko, procesi zgjedhor në Shqipëri ka përfunduar. Gjithë kësvariti që bëhet vetëm në kuadër të tezës Berishës, i cili ballafaqua përpara Nenit Basha, nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të prodhojë këtë artifica për ta shqyrturën në farsë në Shqipëri. Natyrisht pa shpresë, ka një lëvizje interesante, e cila në Shqipëri ngatrohet nga propaganda. Sot Berisha, atje, po sot duket, është në mbledhje të Partive Popullore Evropiane në Bruxelles. Misioni fakmbledhës. Por janë parti popullore. Dhe media e sotme, me sa e pash, sa pata mundësi, natyrisht pranë Berishës, propagandon faktin që Berisha arriti të bindë Partive Popullore për prodhimin e një komisioni faktmbledhës në Shqipëri. Tani du të themi qartë fare. Jeta ekzekutive, jeta shtetërore, nga jeta politike janë absolutisht ndarë. Nuk ka mandat as një komision politik të futet në administratën shtetërore të Shqipërisë dhe çdo vendi dhe të mbledh fakte në administratë. Nuk e ka këtë mandat. Këtë mandat e kanë vetëm organet e bashkimit, ekzekutive të bashkimit të Evropës, Këshilli i Evropës, Komisioni i Evropës. Pra Komisioni Evropian mundet nga presioni që bëhet të kërkojë në kuadër të antarësimit dhe të afrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të kërkojë në këtë rast një komision i cili nuk përbëhet nga partijak të drejtë për drejtë një krau, po bëhet nga pluripartijak. Këtë gjë mund të kërkojë dhe Parlamenti Evropian. Por përsëri Parlamenti Evropian, po jo Partitë Popullore, Partitë Popullore mund të bëjnë presion Parlamentit Evropian që Parlamenti Evropian të prodhojë një komision faktmbledhës në përbërje të cilat do të ishin të gjitha grupimet politike që janë në parlament, por jo grupimet politike që përkasin Partive Popullore, se kështu është skema organizuar në Parlamentin Evropian. Janë në një krah janë social-demokratët, në krahun tjetër janë kristian-demokratët ose PP-t. Kështu që në këtë kuadër gjithë kjo lëvizje propaganduar si sukses është në ata personazhe të cilët historikisht në çdo kohë dhe në kulmin e 21 janarit të Berishës ishin ata që bënin deklarata mbi kryengritjen e armatosur të bërë nga Partia Socialiste dhe Edi Rama. Nuk ka absolutisht asnjë rezultat. Rezolutat tashmë e nxjerr nga Komisioni i Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian do të thënë që i vulën qëndrimit politik të Parlamentit Evropian për sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri. Çdo lëvizje faktmbledhëse etj është lëvizje mboshllëk, sepse komisionet faktmbledhëse bëhen përpara se dalë rezolutat dhe mbi to ndërtojnë rezolutat. Por nuk mund të dalë rezolutat dhe pastaj themi disi është puna të mbledhë me ca fakte. Komisioni Evropian përfundimisht e kanë Parlamenti Evropian, përfundimisht e kanë mbyllë çështjen e zgjedhjeve në Shqipëri, doli me qendrim zyrtar të miratuar tashmë nga komisioni i cili është komisioni kompetent në Parlamentin Evropian për politikën e jashtme dhe për zgjedhjen
e shteteve aspiruese për të qenë antar në Bashkimin Evropian. Kjo quhet e mbyllur tashmë. Kjo lëvizje vazhdon të jetë në kuadrin e betejës që bën Berisha, është betejë më vjen keq, por është një lëvizje në boshllok e tij. Është betejë që tashmë e nisur, por në këto momente këtë betejë Berisha e ka shumë më tepër jetësore se në gjitha rastet e tjera, sepse humbi 4. Tani të kuptojmë gjë se me drejtë si do të pranohet mandati 4 i Ramës. Ka një perceptim tek ne, pra ka një këndvështrim kritikues nga fakti që Rama 4 herë mandatohet në proces zgjedhor dhe në perëndim është absurditet të mendosh një mandatim të 4 aq më tepër në një vend që nuk është se ka patur në një boom, qoftë demokraci, qoftë në ekonomi, përkundërzi, ka probleme serioze. Dhe është një qeverisje e cila ballafaqohet me probleme serioze deri më tashmë për sa i përket korrupsionit dhe për sa i përket ndihmës sociale etj. Ka probleme shumë. Dhe kur ti thua si ka mundësi që mori mandatin e 4, me drejt thua në perceptim që ka diçka që nuk shkon në këtë rast. Në fakt, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Nëse Rama ka qenë 4 herë i njëjti person, 4 herë ka qenë kundërshtar i njëjti person. Pra, ne nuk kemi mandat të 4 të Ramës, se do thojë mandat 4 Ramës, kur mandatin e parë kishte Berishën përpara, mandatin e dytë kishte Bashën përpara, mandatin e tretë kishte Rida Tabakun në organizim të ri politik partisë. Në mandatin e 4 që po diskutojmë tani kishte edhe Kılliçi po them. Por e vërteta është që në të 4 zgjedhjet që janë bërë përballë Ramës ka qenë gjithmonë Berisha. Pra nuk është mandati 4, po është fitoria 4 e Ramës ndaj Berishës. Dhe parë këtë vështrim, kjo gjithë është normale. Po, edhe 124 të jenë proceset, gjithmonë do të fitoj Rama. Sepse kandari ka qenë përballë Berishës dhe Ramës, këto zgjedhim. Tani nuk ka arsye pse ta mohojmë të fakt sepse e certifikoi populli shqiptar. Rama është shumë herë më i mirë se sa Berisha. Qytetari pas 4 ndeshjesh, pas 12 vjeç qeverisje me problematika, të ballafaqohet dhe të marrë zgjedhje plebiscitare, do të thotë jo se ky ka manipuluar të 4-ën, por sepse niveli dhe reputacioni dhe perceptimi dhe imazhi i popullit shqiptar ndaj Berishës është kaq katastrofik sa Rama qëndron në mënyrë plebiscitare mbi Berishën. Qofse kjo gjë do të perceptohet në Partitë Demokratike, në militantët e Partisë Demokratike, në strukturat politike të Partisë Demokratike, atyre në kuadrin e Ramës deri tani, sepse do të themi edhe diçka tjetër, që Rama nuk ka për të vazhduar kjo që është. Shqipen që Rama nga sot mund të them, ose që ditë që fitoi zgjedhjet, ju fut një proces revolucionar tashmë në Partinë Socialiste. Dhe ne do ballafaqohemi në këtë 4 vjeçar me një revolucion të vërtet, i cili në vetvete është ai nxori tezën e vetë korrigjimit, shumë nxori tezën në fjalën që mbajti. Vetë korrigjimit, vetë korrigjimi është një diçka shumë interesante kur fillon të analizon si fenomen. Që Rama të thotë procesi i këtij 4 vjeçi është vetë korrigjim, do të thotë të gjitha ato problematika që ne kemi debatuar në qeverisje, e cila ka patur probleme në këto 4 vjet, të gjitha ato do të korrigjohen. Nëse Rama arrin të prodhojë instrumenta dhe institucione atë që të prekon. Atëherë me të drejtë mund të themi që po, Rama edhe 4 vjet tjera meriton që të jetë në krye të këtij vendi. Nuk do jetë Rama këto 4 vjeçme që ka qenë. Rama ka treguar që është një politikan absolutisht inovator. Nuk keni parë Ramën 3 herë. Presim që ta rishpik veten sërish për herë të 4. Jo rishpik veten. Rama i është. Po Rama është dinamik. Rama ndjek momentin dhe në çdo kohë prodhon. Dhe prodhimi më i madh i Ramës do të jetë një revolucion i vërtetë, qoftë në administratën politike, qoftë në administratën ekzekutive tashme. Dhe në qoftë se do të çudia që revolucionin brenda vetes do ta bëjë opozita për të paraqitur me fuqishme, opozita vazhdon mbetet konservatore, do mbetet e kalcifikuar në flamur e shok. Rama nga ana tjetër
Bravo i qoftë, e ka kapur momentin, ka një moment shumë oportun tashmë sepse mori zgjedhjet në mënyrë plebiscitare dhe jam i sigurt që kur të flasim pas një muaj bashkë ose pas 2 muajsh, por maksimumin shtator, po nuk mendoj që ai do pres deri në shtator, do ta bëj procesin tani, ne do shohim një qeverisje tjetër ose themi ore, jemi në qeverisje të Rama apo jemi në qeverisje të re. Dhe këtë gjë mund të bëj vetëm Rama. Po ashtu me atë dellën e vet që i themi në shpeshherë. Të falenderoj shumë zoti Meçen. Kënaqësi.